Sot jemi mbledhur këtu me nderim, me dhimbje dhe me përgjegjësi historike kombëtare për të kujtuar një ndër plagët më të rënda gjatë luftës në Kosovë, masakrën e Dubravës. Sot po qëndrojmë këtu përballë një pjese të historisë të Republikës sonë, të kësaj historie të shkruar me qëndresë të paepur dhe me sakrificë për liri. Në ato ditë të majit të vitit 1999, brenda burgut të Dubravës, shteti kriminal i Serbisë kreu një ndër aktet më çnjerëzore. Nga rreth 980 burgosur shqiptar, 116 u vranë, 185 u plagosën, ndërsa profesori dhe mendimtari politik u kshin hoti u zhduk me dhunë. Të burgosur politik, civil shqiptar, u vranë mizërisht në kundërshtim me çdo ligj ndërkombëtar. Ky ishte krim kundër njerëzimit, shkelje flagrante e konventave të Gjenevës dhe e çdo norme të civilizimit njerëzor. Emrat e viktimave të Dubravës të gdhendur në memorial janë aktakuze përhershme kundër atyre që urdhëruan, organizuan dhe ekzekutuan këtë krim. Republika e Kosovës ka obligim moral dhe shtetëror që ta ruaj këtë kujtesë, ta dokumentoj të vërtetën dhe të kërkoj drejtësi për të gjitha viktimat. Lavdi të rënëve në rrugën e gjatë e të vështirë të Kosovës për liri. Ju faleminderit. Në Dubravë